Ministri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Igli Hasani, zhvilloi një vizitë zyrtare në Athinë, ku u prit nga homologu i tij grek, ministri i jashtëm George Gerapetritis. Vizita shënon një tjetër hap drejt formimit të marrëdhënieve strategjike midis dy vendeve fqinje, të cilat ndajnë një histori të gjatë bashkëpunimi, por edhe sfida të përbashkëta në rrugën drejt konsolidimit evropian dhe sigurisë rajonale. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, ministri grek Gerapetritis u shpreh me fjalë vlerësuese për homologun shqiptar, duke theksuar aftësinë e tij diplomatike dhe një detaj të veçantë mbi origjinën e tij. Kemi fatin e mirë që në Shqipërinë fqinje të shërbej si ministër për Europën dhe punët e jashtme, një njeri me aftësi të jashtëzakonshme dhe një njeri që flet gjuhën tonë, gjuhën e arsyes europiane, por edhe gjuhën greke për shkak të prejardhjes së tij greke, të cilën sot e nderon, deklaron Gerapetritis. Ky pohimi i homologut grek hedh dritë mbi një aspekt më pak të njohur për publikun shqiptar dhe grek, lidhjet personale dhe kulturore të ministrit Hasani me Greqinë. Në një kontekst rajonal ku identiteti shpesh bëhet objekt ndarjesh, ky moment thekson potencialisht për ndërtimin e urave mbi baza të përbashkëta kulturore dhe njerëzore. Nga ana e tij, ministri Hasani theksoi rëndësinë që i kushtohet bashkëpunimit dypalësh dhe përkushtimit për thellimin e lidhjeve ndërmjet dy vendeve. Sot me mikun tim, afirmuam angazhimin tonë të përbashkët për të forcuar marrëdhënie dypalëse në një frymë miqësie, partneriteti dhe respekti të ndërsjellët. Këto marrëdhënie bazohen në interesat tona strategjike, në partneritetin tonë në NATO dhe synimin e përbashkët për një Europë më të bashkuar, u shpreh Hasani. Gjatë takimit u diskutua edhe një sër çështjesh të tjera me interes të përbashkët, përfshirë dialogun për të drejtat e komuniteteve përkatëse, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, energjisë dhe sigurisë, si dhe koordinimin në kuadër të integrimit evropian të Shqipërisë. Të dy ministrat ritheksuan mbështetjen reciproke për objektivat strategjike, përfshirë edhe çështjet që lidhen me diasporën shqiptare në Greqi dhe përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës dhe të drejtave. Në një klim ndërkombëtar të pasigurt, ku zhvillimet në Ukrainën dhe lindjen e mesme kanë shtuar tensionet, Shqipëria dhe Greqia duket se janë të vendosura të ofrojnë një shembull bashkëpunimi konstruktiv në Ballkanin Perëndimor. Vizita e Hasanit në Athinë shënon një hap konkret drejt këtij qëllimi, duke i dhënë marrëdhënieve mes Tiranës dhe Athinës një dimension më të thelluar diplomatik dhe njerëzor. Në përfundim, vizita e ministrit shqiptar në Greqi jo vetëm që konsolidon marrëdhëniet ekzistuese mes dy vendeve, por solli në vëmendje edhe rëndësinë e faktoreve personal dhe kulturor në ndërtimin e politikave të jashtme moderne dhe gjithëpërfshirëse në një Europë që kërkon bashkim dhe jo ndarje. Zëri i arsyes dhe i bashkëpunimit në dy gjuhë e dy zemra të afërta është më i nevojshëm se kurrë.